Alhamdulillah wa kafa, sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë vetëm Allah subhanahu wa taala dhe atij përgjërojmë që të lavdëroj dhe të begoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjodhur. Të nderuar vëllezër, njerëzit përsa i përket përcaktimeve të tyre, në diçka që përcaktohen, janë shkallë. Domethënë, mundon të përcaktojnë njerëzit në një vlerë, mirë po forma se si e kanë përqafu, forma se si janë përcaktu, forma se sa e kanë me shpyrt dhe me entuziazëm që çfarë vlere të përcaktuar, i ban të jenë domethënë shkallë. Qoftë te puna, te dija, te ibadeti kështu. Për shembull te puna dikush ndoshta e kryen një punë vetë sa për me finalizuar, ndërkësh dikush tjetër mendon më koni pari, dikush e bën garën për me pru diçka më të mirë në kështu. E njëjta edhe te dija, njerëzit janë domethënë shkallë. Shumica e njerëzve te vlerat e përcaktimit, ndoshta edhe nëse shumicën e përcaktimit e kanë të njëjtë, thjesht entuziazmi i bën me dallu dhe rrjedhimisht pastaj shkojnë me një ngjarje të veçantë kundrejt të tjerë. Sot me lenin Allah subhanahu wa taala ku më fol për një vlerë, për një entuziazëm, për një përjetim, për një fiksim, për një targetim që me një fjalë përbën kauzën e gjikantëve të Islamit. Domethënë, ku dush lexo biografi, njerëzve që kanë të mëdhenj, historinë islame, vetë se kimë gjetë që e kanë pasur që këtë veçanti. Vetë se kimë gjetë që e kanë pasur që këtë vlerë, madje mund të jetë edhe si sfidim edhe si provokim që kushdo që ka ndjenja ndonjëherë të ambicios, mu bën njëri madh, mendoj që këtë madhështinë tonë e ki edhe në kuadër të që ti qefit për me pasën, domethënë që këtë vlerë, ose mate edhe e ki, ose apo e ushqen, ose apo punon për me pasën me lenin Allah subhanahu wa taala edhe më shumë se sa domethënë e ki. Sonte jemi me një biografi të një figure të rrallë, por që me një kapitull të fejes është imam. Është çaq imam i rrallë në këtë kapitull të fejes, që kemë pa tutje, saqë është problemi ja gjetë dytin. Është vështirë mja gjetë dytin e sidomos tek gjenerata e vet. Është fjala për Malik ibn Dinarin. Malik ibn Dinari ka lind ditët që akoma ka qenë gjallë Abdullah ibn Abasi, edhe ka dëgju dije për Enesit radhiyallahu anhu, ndërkaq ka ndrru jetë domethënë në vitin 131 Hijri, që i bie domethënë relativisht është i vëndshëm, mirë po domethënë ka mbërnie me mësu prej imamëve të tabiinëve, sikurse është Muhammed ibn Sirini, prej Said ibn Jubairit, Hasan al-Basriut edhe të tjerë, domethënë këta tre imamët e zuhdit janë mësuesit e këtij zahidit të madh që kemi pa tutje me len Allah subhanahu wa taala. Përmendet që kur ka shkuar ky me dostat e vet të Enesi radhiyallahu anhu, i ka thonë Enesi shumë ma kujtoni edhe ma sjellni pamjen e shokëve të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë juve ju du më shumë se vlatimi. Ju du më shumë se vlatimi, thotë inni la ad'u lakum fil ashar. Ka thonë Enes radhiyallahu anhu, në vakt syfyrit juve ju përgjigjet domethënë me dua, domethënë më shumë se sa domethënë e vlatë vet. Nuk është prej figurave të dalluara për përcjellje dhe transmetim të dijes. Nuk është marrë me përcjelljen e rivajeteve. Mirë po është domethënë i dalluar për fetarin, për ibadetin e tij, për devotshmërinë dhe për shpëtshmërinë e tij që ka jashtëzakonisht veçantë, e që në kapitullin e zuhdit është imam. Kapitullin e zuhdit, qëndrimit ftoft ka shi dynjas, domethënë është imam, thuajse i pa përsëritshëm dhe në urësitë që i kalon. Sonte inshallah kena me pas një fokus pak më shumë se sa zakonshëm në këtë vag ligjëratash, kena me pas një fokus tek urësitë e tij. Kisha pas dëshirë me u koncentru besoj janë prej urësive që ju duan shumë jetë. Edhe pse fragmenti është edhe më i rëndësishëm, mirë po domethënë çto urësi besoj që mundën ndoshta më kanë pjesa më e qëndrueshme këtë vargut ligjëratës. Domethënë krejt ligjëratat e kaluara të secilën ndoshta kemi përfituar diçka, me ramet këtu fjalët e Malikut sonte, besoj që kemi përfituar shumë. Thot Malik ibn Dinari, thot mund dha araftu an-nas lam afrah bi madhihim wala bi dhammihim. Thot prej kur i kum njoft njerëz, e kum kuptuar çish menojnë njerëz, çish funksionojnë njerëz. Thot prej kur i njoh njerëz nuk u bëhet qefi as kur lifdojnë, as nuk i dhënona kur çortojnë. Thot se inna hamiduhum mufrit, zakonisht njerëzit e kanë marrë kur dojnë lifduhet e projnë. Thot wa dhammahum mufrit, po edhe kur dojnë mu pozicionu kundër teja dhe me fol keq për ty e projnë. Kështu që çta njerëz, kështu që të lifdojnë mos e bën të madhe. Çortojnë edhe folin keq mos e bën të madhe. Pastaj thot idha ta'allama al-alimu al-ilma lil-amal kasara. Thot kur ta shihni dikan që u kërku dije, edhe dijen e ka për punë, me boj ibadet, dinë se që kjo dije e thën këtë njeri. Domthonë e bën zemërthym, nuk e bën mendje madh, e bën modest edhe e bën njeri thjesht. Thot wa idha ta'allamahu li ghayri al-amal zadahu fakhra.
E kur të mësoje jo për dije, jo për vepër, jo për adhurim, jo për mjoftë Allahut, do të keni me pa tek ky njeri që është domethënë shumë burravec edhe shumë krenar. Me një farë forme, herë domethënë dietarët e kanë lënë fareni çish mundesh me diktu ku je domethënë të përcaktimi jot në raport me dijen. Si ta shef që dija po dhëllën si karakter, si personalitet edhe si njeri, elhamdulillah janë mirë. Po që e shet që domethënë dija po ta arrit me ndjellësinë edhe mburrjen, domethënë ki probleme domethënë te përcaktimi fillestar. Diku tjetër ka thënë Malik ibn Dinari, "Idha lam yakun fil qalbi huznun kharib." Nëse në zemër nuk ka mërzi, nuk ka pikëllim, ajo zemër ka më prish. Nëse zemra nuk ka pikëllim, ka më prish. Domethënë që ka ideja bashkëore që duhet veç me pas hare, veç duhet me pas disponim. Kjo e ide e poshtër, se kjo i bën njerëzit të predispozuar për me rënë depresion. Për arsye se nëse gjithherë do të më shku muhabeti këtë në hare, atëherë domthon prishet ekuilibri i jetës. E aq më tepër ekuilibri i lidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Domthon ti kemë pas momente që kemo entuziazmu me xhenetin, ama dush me pas momente edhe kur I kujton gjunat e tua dhe realitetin tanë edhe për me mujt me e thënë ndjenjën e mërzisë kësaj. Nëse bani çdo të tillë, kemo kon më ekuilibrum në rrugë drejt Allahut subhanahu wa taala dhe më I sigurt me lehen Allah te baraka wa taala. Diku tjetër ka thonë kësaj Malik ibn Dinari, "Man ghalaba shahwat al-hayat ad-dunya fadhalika alladhi yafruqu ash-shaytanu min dhilli." Thot kush e mund epshin e vet, kush e mund qefin e të kësaj dynjaje, thot pikçiti prej hijes së këtij ka me ik shejtani. Prej hijes së këtij ka me ik shejtani. Saktësisht na shpesh kur e përmendëm atë që udhën e ka ndruar shejtani kur u kon Omer radhiyallahu anhu, zakonisht na e lëmi si pa interpretim. Do të thonë, kjo është rezultat që ka investim para prak. Është rezultat që ka investim para prak. Ndaj këtu kisha pas dëshirë me nënvizu një fakt. Janë shtu shumë kohën e fundit prekjet e njerëzve pe gjinëve, janë shtu shumë prekjet e njerëzve pe djajve. Nëse I referohemi kësaj fjalës Malik ibn Dinarit, një prej formave që shtohet prekja prej djajve është kur të mund ty dynjaja. E kur të mund ty dynjaja bash gjah më I lehtë për shejtanin. Ndërkaq domethënë kur nuk të mund dynjaja me len Allah subhanahu wa taala jeni në një gjendje fetarie më të shnosh që mos me të mujt domethënë shejtani I mallkum. Në vend tjetër thotë kësaj Malik ibn Dinarit, "Ma min a'malil birri shay illa wadunahu uqayba." Thot nuk ka punë të hajrit, nuk ka punë të ibadetit, nuk ka punë të së mirës, vetëse mes teje dhe çasaj pune është një farë barikade, është një farë pengese, është domethënë një kodër që do të më ka përcy. Thot fa in sabara sahibuha afdat bihi ila rawh wa in jaza raja. Thot në kohë që bën sabër, thot kimë ka përcy dhe kimë mrit të çaj vepër. Thot në kohë që bën shumë të madhe, thot kimë kthy. Çi bie? Kjo rregull I suksesit në fetari pa edhe në pjesë të tjera të jetës. Ka më të hap derë diçka e vetë se do të më këmbgul. Për shembull, nuk mundet pi ditëve të para namazin ti me pas në vijat kulmore. Pi ditën e parë ti me pas namazin çdo aspekt, domethënë ç'shep ky menut do nishem udhër selefit. Ama ti dush me pas sabër derisa ta mbrish. Kimë tentuar të çështja e kohës derisa domthon kimë mbrin. Kimë tentuar të kohë namazin në xhamat derisa ta mbrish. Kimë tentuar të çështja e khushuit derisa ta mbrish. Ose dikush që nuk falet edhe një çket këshill. Domthon nuk mundet të ardhën puna e përkushtimit ditën e parë në formën kulmore. Fillim ka më kon pak vështirë. A mund të më bëj sabër? Si të bëj sabër kimë belen Allah subhanahu wa taala te pjesat që ti dëshon. Ose për shembull, akoma si e bë dora që jep. Apo akoma nuk e bë dora e nalt që jep. Fillim mund të më tarë shumë vështirë, mirë po më me qenë I rregullt edhe me këmbgul që më kanë ibadetxhi. Me dorën që jep, kam me ardh dita që kam vë pi xhenetit kësaj dynjaje, domethënë ndjenja kur në dur tua kryen punë të hajrit. Dur tua domethënë largohen brengat e njerëzve ose Allah subhanahu wa taala jep sukses domethënë nëpërmjet kontributit tan. Në çka domethënie të Malik ibn Dinarit që po e thot, është tani fjalë tjetër e tij. Thot kësaj, thot kharaja ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyaba shay'in fiha. Thot njerëzit e kësaj dynjaje thot po dalin pi kësaj dynjaje pa e shiu gjën më të bukur, më të këndshme që në këtë dynjë. Po dalin pa e shiu senin më të mirë kësaj dynjaje. Edhe shpi cila është ajo thot ma'rifatullahi ta'ala. Thot seni më I mirë, seni më I këndshëm këtë dynjë është me njoft Allahun subhanahu wa taala. Tash kjo me ndjesi sen të shishëm ose me e përjetu njohin Allah subhanahu wa taala si diçka të këndshme për shpirtin. Kjo duket si fjali e lehtë, me po lip shumë investim për marrëdhjen këtu. Lip shumë investim për marrëdhjen këtu. Për shembull, investim thot Malik ibn Dinari, ma tana'ama al-mutana'imuna bimithli dhikrillahi jalla wa ala. Thot nuk u kënaq dikush, çish mund të më kënaq dikush kur të lidhet fort me dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Mon lidhesh me dhikr, ki marrën ti çka shija e njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Ose thot dikon tjetër Malik ibn Dinari të komlezuar në një prej kopjave të ngelura në atë kohë të Teuratit, që Allah subhanahu wa taala pas ka thënë ayyuhas siddiqun tana'amu bi dhikrillahi fi dunya fa innahu lakum fi dunya na'im wa fi al-akhirati jazaa'un 'azim. O ju njerëz që keni punime me Allahun, kënaqni me dhikr se Allahu në këtë dynjë kënaqësinë e njerëzve që kanë fejën punime e ka bën dhikr. Në ahiret dhikrin ja ka bosh problem. Domethënë nëse dhikri nuk e dominon ditën tonë, nuk mundesh marrë të shkëshie.
Nëse dhikri nuk është projekt i madh i ditës, nuk mundesh me ardhen ti çoshi. Domethënë, edhe për mutut shejtani pyhies tonë, po edhe me ardhe që kënaqësia e shijes i mëna duhet me investu. Duhet me bë diçka për me mujt me ardhen aty, domethënë me lenë Allah subhanahu wa taala. Diku tjetër Maliku thot: "Inna siddiqina idha quri'a alayhim al-Qur'an taribat qulubuhum ila al-akhirah." Thot ata që kanë punime me Allah subhanahu wa taala kur të lexohet Kurani, i ngjallot një hare në zemër për ahiretin. I ngjallot një hare në zemër për ahiretin. Domethënë Kurani me ta ngjallon disponimin, me ta ndreqën harejan e domethënë e shpirtit. Kjo rezultat, ama Kurani është investimi. Kurani është investimi, nuk duhet me këshirë vesh rezultatin pa e menuar edhe domethënë formulën që duhet me investu. Kjo arsye nëse analizojmë këtë, ne gjejmë që në sunet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që duaja e mërzisë është me Kur'an. Duaja për të largu mërzia, më të largu pikëllimi është pikërisht me Kur'an, sigurisht e shënon Imam Ahmedi, Sheikh Albani thotë që hadithi është sahih për Abdullah Mesudit, edhe aty është pjesë e duas an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. O Zot, bane Kur'anin pranver të zemrës sime. Bane Kur'anin pranver të zemrës sime. Wa nura sadri, edhe dritë të gjoksit tem. Wa jila'a huzni, edhe bane domethënë që ma hek mu mërzin. Wa dhahaba hammi, edhe bane larguese të brengave të mia. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush e thotë këtë lutje, domethënë Allah ja largon brengat edhe mërzin, edhe në vend të kësaj ja bë gëzimin. Ktu me pas diçka konsiderat. A me dua me Kur'an të largohet mërzia? A me çket lutje apo domethënë me Kur'an? Realisht domethënë këtu kena një dyshe është e pandashme. Cila është dyshja? Fara është Kur'ani, kurse duaja është me pas bereqet kjo farë. Për me thjeshu, ti shkon te ara jote, te fusha jote edhe hudh grur për shembull për me pasën të korra. Masi të hudh çfarën, domthon ti lutesh që Allah më lëshu bereqet edhe me pasën domthon të korrat e atij viti. E njëjta është domthon ti lut Allahun subhanallahu me ta heqën mërzien nëpërmjet Kuranit, po Kurani është pjesë e jetës tonë. E jo domthon Kurani nuk është pjesë, lutesh Allah me ta heqë mërzien e me ta vë Kuranin domthon pranver të zemrës. Diku tjetër Malik ibn Dinar ka thonë: "Kafa bil mar'i khiyanatan an yakuna amina lil khawana." Do të mjafton për njerin më kon tradhtar në kohë që ju kanë drejt muhabeti me njerëz tradhtar. Kohë që është besnik edhe në rreth, domethënë me njerëz tradhtar. Thot wa kafa bil mar'i sharran an la yakuna salihan wa yaqa fi salihin. Mjafton për njerin më kon njeri keq, kohë që nuk ka njeri mirë, e ka kap zori me fol për njerëz të mirë. Domethënë veç që nuk e ka kuptuar që ti përdesa si e boj mirë, atëherë bën njerëz të mirë le rahat, domethënë mos u përzi me fol për ta. Dikon një njeri i madh, një njeri sundimtar edhe i mbërrim, ka pas një rast, ka pas një situatë ku është vetmuar me Malikun, edhe i ka thonë bando për neve. Edhe kjo është shpesh, ndoshta edhe na kur rrimi ndoshta me ndonjë xhahel ose me ndonjë njeri të mbërrim, po që do me kallëzua forsimin e sfetar, kur thotë i bën dua për mua edhe ti e ngjend, edhe ti ndoshta mendon që është një situatë e mirë që ti ja pas që zbut zemrën. E i ka thonë Malikut bën dua për mua. Ka thonë wa kam min madhlumin bil babi yadu alayk. Thot sa njeri që ti i bë zullum te dera tu bë dua kundër teje. Kuptimin që ti je ngulfat në zullum, e ngulfat në haram, e tunejt me do njerëz të mirë, e tunejt ndoshta me do xhallar, e tunejt ndoshta ti thon dikujt bën dua për mua që ti mëson se çështu me një sevape, me dy sevape ndrejtë te Allah subhanahu wa taala. Domthon ti e di listën tonë të zezë ku e ke anën tjetër. Ti çaty e ke xhatin tonë dhe luftën tonë për mundrejën. Nuk e ke këtu e ke ndrejën rrethin tani fetar ose domethënë njëri i cili bën dua, domethënë do për ty. Imam Malik ibn Dinar diku tjetër ka thonë ashtu sikur se trupi kur ai smut nuk e shijon ushqimin, nuk rahatohet me xhum, njëjtë është zemra kur është e smut, nuk i bojnë dobi këshillat. Në njëjtë kur zemra është e smut, nuk i bojnë dobi këshillat që i bie. Nëse dikush prej neve, domethënë do me pa pavarësisht një matës të lehtë, ku me zemrën, në raport me Allahun, duhet me mat nëpërmjet dersave dhe këshillave. Ndaj nëse dikon e gjejmë për shembull ka vite të tëra që kërkon dije, ose vite të tëra kanë në mezhliset të ilmit, ose ndoshta edhe me vite të tëra ka mësuar edhe te dietar. Edhe pastaj prapë është njëri i lehtë me dunjon. Prapë është njëri domethënë mashtrues, ose prapë njëri që i shkel parimet e fejes. Prapë domethënë ka probleme serioze. Në një farformë këtu është shumë qartë me kuptuar që domethënë ti ke probleme zemrë. Sepse domethënë moci shumë i lehtë për me mujt me kuptu, apo pranon shëndeti jot i shpirtit, domethënë këshillën, ose domethënë kjo nëpërmjet domethënë këshilla sikur që përmend Malik ibn Dinar. Ndërkaq zemra për selefin nuk kanë temë madhe. Malik ibn Dinar ka thonë: "Law anni a'lamu anna qalbi yasluhu ala kunasa la jalastu alayha." Thonë më bë me ditë se zemra ime ndreqet, tu shku tu mor me pastrim të beturinave. Thotë vallahi kisha shku mi pastru. Me ditë që më ndreqet zemra. Me ditë që më ndreqet zemra, çaty kisha shku. Se o projekt i madh mund të ndreq zemra. E shet domethënë që hyp nalt, jetë jam më i nalt, e shet që domethënë me mburrja dhe vetpëlqimi ka shku keq.
Thot me di që shnoshna, me shku me nej temperaturina, domethënë kisha shku. Diku tjetër ka thonën Malik ibn Dinari se Allah subhanahu wa taala një herë sikur që është përcjellë në Israilate, Musa e Sami pas ka thonë Allah subhanahu wa taala, ej Rabbi ejna abghik, ka o Zot jam ku me të gjet, ku me të lyp. Ku me lyp Allahun te baraka taala, Allah i ka thonë ibghini inda munkasirati qulubuhum. Hallakat më gjetën te njerëzit që i kanë zemrat e thyme për Allahun subhanahu wa taala. Njerëzit që gjithherë mendojnë që kanë faj, gjithherë mendojnë që duhet më bëj më mirë, gjithherë mendojnë që duhet alo më përmirësu, gjithherë mendojnë që alo kurkun janë me përpjekjet e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala, thotë çaty, shko te çata njerëz, çaty që më gjet se thotë unë jam te këta njerëz që domethënë zemrat i kanë thyme. Sigurisht se përmendet që mos e ka kryer namazin e natës Malik ibn Dinari, ka thonë ja Rab qad arafta sakin al-jannati wa sakin an-nar, fa fi ay darain Malik ibn Dinar, ka thonë o Zot ti e di ku e kanë venin edhe kush është për zjarr edhe kush është për xhenet, thotë ku e ka venin Malik ibn Dinari, do të thonë kjo mos e ka kaluar natën me ibadet. Jo mos e ka kaluar natën domethënë në xhum ose në gaflet ose në gjinoa, po mos e ka kaluar natën në ibadet, ka thonë Zot ku e kanë venin se ti e di ku janë banorët e xhenetit edhe ku janë të zjarrit. Mirë po Maliku ka qenë edukuar me tërbien e selefit, thotë Malik ibn Dinari thotë kana al-abraru yatawasawna bi thalath. Thotë njerëzit e mirë thotë selefi kanë pas ti këshilla për njëri tjetrin. Kur e kanë po njëri tjetrin, ja kanë përsërit tri gjona. I kanë thonë bisijni lisan, folni sa më pak. Do thonë do me mrrin çto, duhet me pas tërbien që me fol më pak. E dyta, wa kathrat al-istighfar, edhe me pas shumë istighfar, edhe e treta wal uzla, edhe me nejt më shpesh vet. Mu vetmu, edhe domethënë më mor me vetveten, me vetë zhvillimin e vetes, me gjunat e tua e kështu me radhë. Pasi ka vdekën Malik ibn Dinari, dikush pi shokëve vetë ka pa në ndër, edhe ka dashur me bisedu me të se çka ka ndodhur pas vdekjes ose si të ka prit Allah subhanahu wa taala, thot ma ka bëu thot me dy gishta, i ka thonë mos rri me dy lloj njerëzish, se ta prishin zemrën. Ka thonë me dy lloj njerëzish mos rri. Thot insistova me ditë për kanë ato thonën, tha mos rri me dy njerëz, mos rri me bidatxhit, edhe mos rri me njerëz që janë dhomës shefe dynjës se ta prishin zemrën. Edhe kjo është ndërlëzë, kjo diçka e dëshmuar. Nuk ka njeri që ja vë veshin fjalëve bidatxhive veçse smuhet. Tani ai shkojnë 2 vjeta, 5, 10, u vujt është problemi i tij. Dhe nuk ka njeri që investon fetari, edhe rri me njerëz të dynjës vetë se nuk është rahat. Pa më parasysh nëse e mund ajo dynjaja aty apo nuk e mund. Rahat nuk është. Edhe kush po thotë këtë, po thotë një njeri i cili domthonë nuk ka zahid, nuk ka njeri domthonë i dha pas dynjës. Kena me pas sa ka domthonë zahid. Fragmenti do vëllezër ka të bëjë me zuhdin e tij. Fragmenti ka të bëjë me atë pjesën më të veçantë të tij, që është shumë vështirë me ligjëru. Për arsye se domthonë ai na shumë larg, edhe çaçi na larg sa që mund të më do vesh se domthonë si ngjarje domthonë thjesht për me na ngjall kërshërin shkon dikush pe selefit, po na domthonë sa mund me mor shembull. Saktësisht për i përsëris domthonë u kanë Malik ibn Dinari imam i zuhdit. Sa u kanë imam i zuhdit, domthonë i pa interesuar për këtë dynjë. Saqë Sulejman at-Taymi thot ma adraktu ahadan azhada min Malik ibn Dinar. Nuk kom po njëri më zahid në këtë dynjë se sa Malik ibn Dinari. Thot Sulejman at-Taymi. Sa kanë zahid në çdo aspekt, domthonë hajen, pijen, çefen, shpinë, gjithçka u kanë zahid deri në çat drejtë, saqë madje u kanë edhe të çështja e përzgjedhjes së bashkësisë. Saktësisht është transmetuar që një njeri i madh i vendit vet u kanë në më të pasurve. Edhe ka pas vajzën më të bukurën që ja kanë kërkuar me e mira, me njerëz pasur e kështu me radhë. Më po domthonë nuk ka pas shef domthonë çikën me dhonën te ata. Edhe vënë një moment edhe i thot domthonë vajzës vet thot krejt këta të mëdhaj, çka tu kanë përshtat i kena refuzuar. Tash duhet një njeri të madh me plot kuptimin e fjalës. Thot kena me ta gjet një zahid edhe ne domthonë një dietar të madh. Kush është për fjalë, kush është për çelëm është Malik ibn Dinar. Edhe ka pas domthonë kjo vajzë dëshirë të martu me Malik ibn Dinarin, edhe shkon ja çyn haberin, thot këto shkry e kanë lypën prijesit, e kanë lyp ta, namaz të e kena da domthonë më kone jotja, i thot babës shikës, thot ama ta'lamu anni qad talaqtu ad-dunya thalathan. Thot ja skeni që unë e kam bë dynjon talak 3 herë. Askeni që unë e kam bë dynjon talak 3 herë, domthonë për shumë me tu dikush me mua, do të më thonë që e ka bë talak dynjon. Nuk mundet marr me tu me mua dikush e cila është duke u zhyt çefët e, domthonë e kësaj dynjoje. Domthonë nuk ka menu, Malik më dënë me thonë arsi mundsi. Arsi rastimi. Jo, unë nuk e prishi formulën time të fetarisë. Të unë me zohd, dhe qëtu kam e shku derin sa të takoj Allahun subhanahu wa ta'ala. Sa e ka pas zohdin, nuk po du mi përmend disa detaje se di që janë kogja të pabesueshme, mirë po ka pas ushqime edhe sene të këndshme që i ka pas qef Malik ibn Dinari dhe ka denu vetën den 40 vjet nuk i ka konsumu. Den 40 vjet domthon me bë tërbie nefsin që mos mu dhonë domthon mas shefeve të kësaj dunjaje, saqë thot Shu'be, thot buxheti vjetor
i Malik ibn Dinarit u kanë dy fils me të cilat ka ble krip. Krahas domethënë bukë. Sa një fils, domethënë u kanë monedha e Bakrit. Diku 10 deri 20 kanë bën 1 dirham. Kurse 1 dirham u kanë në 3 gram, domethënë argjend. Domethënë sikur puna e centëve sot. Domethënë buxheti vjetor i tij u kanë domethënë 2 fils vetëm domethënë me e njëru dynjon. Çka ndodh me çket njeri? Çka njeri që ka jetu çkaç minimalisht, çkaç larg dynjos, çkaç larg qefeve, ndodh një natë me i hin domethënë në shtëpi me e vjedhën një hajn. Çka mundet me gjetë një hajn të shtëpia që ti zahidit. Thotë kështu transmetimi thotë: "Dakhala alayhi lis, fama wajada ma ya'khudh." Thotë hini një natë dikush me vjedhë të shtëpia e Malik ibn Dinarit, edhe s'pat çka me gjetë. Fanadahu Malik. Edhe kur apo Maliku e thirr, edhe i tha: "Lam tajid shay'an min ad-dunya fatarghabu fi shay'in min al-akhirah." Thotë në nuk gjetë kur gjë se dynja thotë. Apo do të kazu diçka të ahiretit. Thotë po. Tawadda, i tha, çu merades. O salli rak'atain, fa fa'al. Thotë çu fali 2 rekat, edhe ky veproi çashtu ç'i tha ky. Edhe pastaj tha, najt edhe i boni mohabet, edhe i boni davet, edhe shku në vakt sabajit, domethënë bashkë me fal sabajin me xhamat. Fasuila man dha. Edhe u pyet Malik ibn Dinari kush o ky se ka njoft. Plus nuk i ka pasur domethënë pamjen e njerëzve të devotshëm. Ky kanë idhësh me zahida kështu më radh. Thot jaa li yasriq fasarqna. Thot ardh me na vjedh, po na e vodhëm atë. Thot ai hini me na bo hajni neve, po na e shfryzum rastin domethënë e bënam karri. Dhe shkon domethënë fragmente vëllezër. Njerëz të mëdhaj që fe e kanë kauz, e kanë fiksim, e kanë fokus, e kanë vëmendje në çdo situatë, qysh me mujt me fitu njerëz. Edhe me kthyn fen Allah subhanahu wa taala. Kjo është domon projekti i krejt njerëzve të majt islamit, edhe nëse e zahid që jem shel me një faltore edhe nuk i të dal. Jam shumë i lumtur që na e kena projekt me fitu njerëz me trajtu në kodër të Malik ibn Dinarit. Sepse shpesh ndodh një farë përfitimi i gabum, që si të bash zahid, si të bash më i devotshëm, si të lidhesh më shumë me xhami, si të lidhesh më shumë me shoqëni të hajrit, domthon ti nuk i moral në shoqëni. Ti nuk miresh më me përmirësu të tjerë. Domthon ti e ke vëzhgël në vetvetes, o rrezik me nejt me të tjerë, o rrezik me ndru dy llafe me të tjerë, mi bo davet, edhe rrjedhimisht domthon mos më nej pa hajrin domthon kurkush domthon në shoqëninë tonë. Ndërkaq rregulli është se është e kundërta. Sa më i përkushton fen Allahut, sa më intereson për fen Allahut, çaq më shumë kimë punu mi këtu njerëz ta me fitu njerëz. Dhe fitimi i njerëzve, dhe kthimi i njerëzve në fen Allahut është domethënë e padyshim domethënë detyra dhe ambicia edhe targetin që kanë njerëz të mëdhenj të Islamit, aq më tepër nëse ki dije. Aq më tepër nëse je i dersave, aq më tepër nëse je i ilmit, nëse je i librave, ki më shumë obligim për me pasë domethënë çka troç, sikur se ka thënë Malik ibn Dinari, kalamul alimi dawa'un lil khati'in. Kur fol njëri çka di, është ilaç për njerëz të gjunave. Kur njëri çka di fol, shnoshën, domethënë morin terapi njerëz domethënë e mëkat. Këtu e kam të domosdoshme me bëni hyrje, një vërejtje themelore para se me hin temën e sotme që është fitimi i njerëzve për me futë kthej Allahu subhanahu wa taala që ka herët kum pas shef me thonë, mi po sot besoj është më e përshtatshme. Ne besojmë ndërlëzë fuqishëm. Edhe thrasim fuqishëm që duhet na me injoru zhurmën e islamofobëve. Domethënë na nuk duhet me faktorizu islamofobët të humor me ta. Na duhet me trajtu sikur nuk ekzistojnë. Ata realisht nuk ekzistojnë, se janë aq pak sa që nuk hin statistikë. Mirë po na të humor me ta i kena kriju sikur ata janë realitet i shoqërisë tonë kështu. Ky popull është musliman. Ky popull ka qenë musliman, edhe ky popull është i kthym kafe Allahut edhe veç të shku të afru kafe Allahut. Edhe na duhet me punu me bindjen që këtë punë që e ardhmja është e kësaj feje. Edhe Islamin këtë popull në gjak, edhe gjak i zbohet korruj. Nëse ka agjend, dikush me bë zhurmë, me bë potere, me bë atë, me bë këtë, me kriju sikur ka ndjenja islamofobie, kjo është rren, edhe është e pavërtetë, edhe është e fryme. Ky popull është i kësaj feje, edhe kur s'ka mu largu. Edhe na çdo ditë më shumë madje shpresojmë me len Allah subhanahu wa taala që çta çapi trajtojmë si islamofoba, edhe fëmijët e tyre, edhe familjet e tyre në dur tona kanë mullzu. Edhe biidhnillah te barekutaala nuk kam shkuar shumë larg, ata kanë i pasur në safat e tona. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kanë bërë 100 herë më shumë. Armërisht e Islamit ja kanë bërë 100 herë më shumë, edhe ka ardhur dita që janë rënit me dhon besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po iman edhe për besnikëri. Kështu që na ja kena me ecën me menhexhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe me besutë që rezultat, që këta kanë mbrojtur te feja Allahut, ja kena me ecë në agjendat e algoritmit, edhe agjendat e prallave të internetit, edhe me menuar se, domethënë popullin tonë përcakton domethënë një islamofob ose një plak ose një pensioner që s'ka shë me bë dhe del domethënë jep një intervistë. Ky popull, këtë vizët e veta është i orientuar ka feja Allahut edhe ka mu kthy feja e Allahut. Vetë se na duhet me nejt me çket bindje që na duhet mi fitu. Domethënë, jo mi fitu se këta janë që turkon. Këta janë kiblën tonë, por nuk janë safat e tona. Domethënë, kiblën e kena të njëjtë,
po jo që safat gjithëherë kena rënit njëjtë. E na kena punu me çdo kul, me ngul, edhe me çdo sistem, me lënë Allah subhanahu wa taala që këta njerëz domethënë me i pasën safat të tona ashtu sikurse domethënë i kena në kiblën tonë, mirë po. Por me shumë me mbrojtje këtë, duhet që këtë fitimin e njerëzve me pas projekt. Duhesh me besu që o projekt që ja vlen. Duhesh me besu që o projekt që ja vlen një musliman i mirë. Një musliman i mirë fillt me pas projekt, me i fitu njerëz. Ky ka kshyer në pjesë tretë, domethënë në natën e errët e ka fitu hajnin. Ti domethënë je në fakultet se ke fitu kërkan. Je në shkollë të mesme se ke fitu kërkan. Je në mahall se ke fitu kërkan. Je në familje se ke fitu kërkan. Kjo nuk është shembulltyra jote. Ti ki dalë në trakën e çetërkujt, ki dalë domethënë në linjën e çetërkujt. E joti është kudo që je ti duhet me fitu njerëz. Kudo që je, do të me insistu me i fitu njerëz e mbi gjitha me e bë këtë si projekt të jetës. Ndaj ka thonë dikush prej njerëzve të mëdhenj që me e fitu një situatë. Për shembull, keni debat dikon, ose një mosmarrveshje, ose keni një situatë dominimi. Thotë me e fitu një situatë nuk është të më e vlefshme se sa me fitu një zemër. Unë keni rast ku dikon e mund të debat, po mos e muj qëllimisht. Leja ti që më afru zemrën. E keni situatë ku domthon ti dominon mbi dikë se e gjen dobët. Mos domino që leja hapësirën për me mujt me, domthon me afru, thos me imuni me mihranin, thot at-tawaddudu ila an-nasi nisfu al-aql. Thot që kjo me ditë më afru njerëz është gjysmë e mendjes. Domthon kushti kryesor që i ban njerëz ka vetin, duhesh më qenë i mëshëm, duhesh më qenë i fjalë. Duhesh me ditë ku duhet me shtrëngu, ku duhet me liru, ku duhet më tregu më i but, ku duhet më tregu më diplomat, me bë çmos që më mujt me fitu njerëzit, se njerëzit që fitojnë njerëz janë njerëz të mëshëm. Dhe kjo është një prej shenjave kryesore. Shpesh dikush thotë fjala bie, domethënë nuk kam arrit kur kanë me bë ka veti. Mos e gazo këtë mohabet, se kjo cilësi e dobët. Domethënë njerëzit e mençur janë të aftë me i bë domethënë njerëz ka veti. E sidomos me pas konsiderat që formula me fitu njerëz është e lehtë. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Albani thotë që hadithi është sahih prej Abdullah ibn Mas'udit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hurrima 'ala an-nari kullu hayyin layyin sahlin qarib min an-nas. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka bë haram xhenemit me djeg një njeri që i lehtë, edhe është i afrushëm. Allahu e ka bë haram një njeri për xhenemin, njerin i cili është i afërt, i afrushëm, edhe di domethënë me ngre njerëz ka vetja, edhe domethënë mos sill bot, ku po thamë i fitu, jam të thonë me fitu, jo me manipulu. Se shpesh ka njerëz që bojnë njerëz ka veti, po i manipulojnë, i shfrytëzojnë edhe ku diun çfarë domethënë epilogje kanë në fund. Ne do fol për situata të fitimit ku ti e fiton njerin për me afru te fe Allahut, me afru te vlerat e Islamit, edhe do me e kthy domethënë fen Allahut. Mirë, po kjo ndërlëzë. Edhe pse kjo temë gjon. Kjo s'bëhet pa pas njët. Se nuk mundesh me fitu njerëzve zemrën vetë se kur ti je tu fol me zemrën. Nuk mundesh me fitu njerëzve zemrën vetë se çajo kauza jote, edhe proklamata jote do ta pi zemrës. Ndaj domthon, nëse na e synojmë që këtë si projekt duhet fillimisht na më marr me zemrat e tona, e dyta duhet me pas fetarin ton për ne. Domthon, ti nuk mundesh më konon shembulltyr për njerëzit, edhe më bën njerëzit davet, edhe më fitu zemrat, vetë se ti dush me pas për ne me Allah subhanahu wa taala. Ndaj ka thon dikush pi selefit, thot kana yuqal man ittaqa Allah habbahu an-nas wa in karihu. Thot kush punime me Allahun subhanahu wa taala ka me bë Allahu çashtu që njerëz kanë me dashur edhe në kofshë që fillojmë s'kan me dashur. Edhe në kofshë që urrejnë, edhe kofshë që s'dojnë ata morë ashtu pas ti. Ka marr momentin që ata domethënë kanë me dashur këtë njeri i cili domethënë është i devotshëm te Allahu subhanahu wa taala. Ndaj Malik ibn Dinar kur e ka marrë ka bën nasihat, e ka pa ai devotshmërinë e tij. E ka pa se ky e ka punime. E ka pa se domethënë nuk ka të kthjeve shtu folë atë shfryzu rastin domethënë diçka domethënë bosh. Sigurisht se prej gjonave që i afron njerëzit edhe ja fiton zemrat është ajo që ka shënuar Imam Buhariu prej Aishës radhiyallahu anha, ku tregon për Hatixhen kur vëna dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si e ka përjetuar ran takimin e parë me Xhibrilin, edhe shpalljen, e pastaj Hatixha i thot kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Edhe i ka thënë Hatixha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mos u thot se Allahu ty nuk turpnon, ty Allahu nuk të kurit. Pse? Thotë se ti u gjendesh njerëzve kur kanë nevojë, ti ma lidhjet farefisnore, ti domethënë kur njerëzit domethënë janë të falimentum, del edhe i merr në përgjithësi, domethënë hallat e tyre, domethënë njëri i cili kryen të tjerëve, bën domethënë shembulltyr e afrimit të tjerëve, edhe domethënë ka kredit të madh për mujt me u bota vet, sigurisht pi gjonave të tjera që e kena te Malik ibn Dinarit, çysh mundesh me fitu njerëz zemrat, është mos me shikuar që posedojnë njerëzit prej dunjas. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sigurisht shoni Ibn Majah, sharboi thotë hadithi është Hasan bin Sahl bin Sa'dit, i ka thonë njëri prej sahabëve që ka ardhur ka lip këshill, ka thonë wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbuk. Thot mos e këshir njerëzit që kanë për dunjas. Mos e këshir që kanë njerëzit për dunjas, kanë me dash njerëz. Kuptimin që njerëzit nuk njihen të rrezikojnë për te. Kështu që shpesh ndodh që ti ndoshta pretendon më kon davetxhi,
pretendon me pas rol reformues, pretendon me pas rol domethënë përmirësues, mirë po kur e shohin njerëz se lakmia e tyne pa fetari është e ngjashme me tonën, me fetari, thonë na çati parë jena. Edhe në timu nuk je shembull për ata domthon për mujt me thirr në fen Allah subhanahu wa taala, po pastaj butësia, po pastaj modestia, kështu me radhë nuk po i përmeni dhurata kështu me radhë sepse këtu i kemi trajtuar te seria e afrimit të zemrave, edhe nuk po duam me u xhanu. Kështu që esenca e këtij fragmenti të Malik ibn Dinar është që njerëzit e mëdhtë fesë Allahut e kanë projekt fitimin e njerëzve. Madje edhe në situatat më të paparamendueshme. Po duam të citoni situat edhe me e përmbyll. Vini re në që këngjarë, qëfar qëtësie ka pas Khalid ibn Walidi, qëfar fokusi ka pas Khalid ibn Walidi, edhe qëfar kauze ka pas Khalid ibn Walidi. Përmeni Imam Taberiu, në librin e tij të historisë, ku flet për betejën e Yarmukut, ku ushtria islame është ballafaqur me bizantinasit. Thotë kësaj, thotë: "Wa kharaja Georgia." Thotë Georgi thotë dul edhe u ballafaqu me ushtrinë islame në safin e parë Khalidit. "Hatta kana bayna as-saffayn wa nada li yakhruj ilayya Khalid." Fa kharaja ilayhi Khalid. Tha dol derisa gati u banën safat mu prek. Safat e armikut me safat e islamit. I keni parasysh çfarë skenë e frikshme, skenë që nga çasti në çast nis, domethënë gjakderdhja, nis lufta, nis skena e tmerrshme. Tha kur ardh çat moment që u afron, Georgi, një prej komandantëve të bizantinasve, del dhe thot, po du mu taku me Khalidin para se me nis betejë. Edhe thot transmetimi, thot, thot dhe u dul Khalidi radiallahu anhu, edhe ju afru Georgjit, hatta ikhtalafat a'naqu dabatayhima. Thot, dhe u afru derisa, domethënë dy kokat e kafshëve, kuajve që i kishin Khalidi edhe Georgi, thot, janë nesën domethënë kokat mu prek. Domethënë çaq afër është afru, Khalidi i sigurt. Domethënë koka e islamit mundet në atë moment mu rreziku. Me po del Khalidi shumë i qetë edhe i afrohet Georgjit. Edhe i thot, ja Khalid, asdiqni wala tukdhibni fa inna al-hurra la yakdhib. Thotë Khalid, kemë më kallzu diçka, më kallzu për nime. Edhe mos më rrejnë se njeri është i lirë, që nuk ka rob, nuk rrejnë. Edhe Khalidi thot, kur ka ndodhur që njeri i lirë me rrejt, kështu që domethënë më reshtruar. Thot hal anzala Allahu ala nabiyikum sayfa min as-sama'i fa ataka. Thot Allahu aja ka dhënën pin qiell një profetit juaj, një far shpate, atë shpata ka dhënë ty? Thot ja. Thot febima sumite sejf Allah. Thot atëre pse thot ty po të thënë shpata Allahut? Se ty po të thënë shpata Allahut. Domethënë për fytyrimin e Georgjit, Khalidi e ka një shpatë që ka arpi qiellit. Edhe merr dhe ja shpjegon. Edhe vjen një moment edhe i thot, shkon puna e kësaj shpatës tonë, që ti po të thënë shpata Allahut. Edhe i thot Khalid ibn Walid, thot na në fillim e kena urrejt këtë pejgamber dhe kena luftu. Thot ne na kon kundër këtij pejgamberi thot. Thot pastaj Allahu akhadha bi qulubina wa nawasina. Pastaj Allah i tha boni rahmet me neve dhe ne udhëzoi zemrat. Edhe na i shtini këto zemra në udhën e tij. Thot fahadana bihi wa taba'na. Na udhëzoi me këtë pejgamber dhe udhëzum. Edhe ndoçëm thot faqala anta sayfun min suyufi Allahi sallahu Allahu ala al-mushrikin. Edhe tha atë ditë që jam udhëzuar ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti jeni shpatë pi shpatave të Allahut, edhe kjo shpatë ka dalë pi kllëfit kundër mushrikëve. Thot wada'a li bin nasr fasummitu sayf Allah. Thot edhe ka bëu ditë dua që Allah më dhon mu triumf, edhe prej atëherë mu më thonë Saifullah, më thonë shpata e Allahut. E rëndësishme, ka shumë detaje, nuk po du këtë me citu. Edhe i thot o Khalid, thot akhbirni ila ma tad'uni. Thot a ka mundsi më kazu shkeni të thirrje. Keni vëmendjen, domthon mira vet mas tyne me shpata, nga dëshmëri zëri i parë që më nis lufta, knena njëjt, urrejtje, mllef, domthon të mosht me nis lufta, apo nga çasti në çast. Thot a bën me ditë po shkeni të thirr. Thot jam të thirr, thot me dëshmu se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i robi dhe i dërguar i tij, wal iqrar bima jaa bihi min indillah. Edhe ti mi pohu krejt me çka ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Allahut. Edhe i thot Georgi, thot një njeri që heq këtë moment te feja juve. Çfarë pozite mundet me pas? Thot është i barabartë me këtë neve çito. Mirë po vjen re se ky Georgi do të më thonë njëri ambicioz. Pyetjet i ka shumë domethënë se i thot, çish mundet të më kon thot i njëjtë kur ju mot i keni hin këtë farfeje. Çish mundeni më umri juve ju mot i keni këtë farfeje. Edhe i thot Khalid ibn Walid i thot, jo bile kimu bë më mirë se na. Shforma vetë para betejës. Thot ti kimu bë më mirë se na. Thot pse? Thot se na kena pas shumë rekullia kur u kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
ti s'ki pa kur gjatë, ti ki më bë më mirë se na. Edhe në ato momente i thot, kam nevojë veç për pak qaste, edhe merr Khalidi e shtin në kampin e tij, edhe thot wa qalabat tursa wa mala ma Khalid. Edhe mor thot atë parzmorën ku e ka pas kryqin edhe kthej çatronana dhe i tha Khalidit, po vi me ty, edhe thot alimni al-islam. Ka zoma islamin, Khalid ibn Walidi e urdhnon me mor gusull, edhe i thot fali 2 rekate. Edhe mas se ti fale 2 rekate e kuptojnë ushtria e pabesimtarëve se komandanti i tyre i ka tradhtu. Edhe pastaj thot nis beteja derisa afrohet perëndimi i diellit, tan ditën ka luftuar safat e muslimanëve, thumma usibe Georgia wa lam yusalli salatan sajada fiha illa rak'atayn allatayn aslama alayhima. Thot edhe është godit Georgia, edhe thot ka fituar xhenetin e Allahut pa sejdë të tjera përveç atyre 2 rekate, sepse namazet e tjera i kanë fal me shenjë. Namazet e tjera i kanë fal domethënë me shenjë. Arsyeja e citimit se ngjarën të vëllezër ka të bëjë me çeket. Qysh mundet mu kanë një situatë kur ti gjithë natën i ki fol vetës se nesër ti me armikun ki me bëhe gërdi, ti me armikun ki me bëhe maksimumin, ti do më thonën armiku me mu një ushtru edhe është përgadit me të luftu. Qysh mundet që këtë armik ti mu kanë qëka që i qetë do më thonën me qëka gjahësusi me i bo davet në momentin e do më thonën e përplasës. Unë menoj që këta thjesht veç e kanë pasën edukat me i fitu njerës, veç se e kanë pas kauz me i fitu njerës, vetë se e kanë pas projekt tjetës me i fitu njerëz. Në çfarë do situatë? Ndash he me vjedh me Malikun Dinarin, ndash ballafaqohet me Xhorxhin aty në Jermuk. Domethënë këta e kanë pasën që një njeri i madh i kësaj feje ku gjendet? A gjendet në autobus, a gjendet në lagje, a gjendet në një bllok ndërtesash, a gjendet me një mahall, a gjendet në punë, a me koleg, ku të rrije kjo ka projekt me fitu njerëz. Ku të rrije kjo e ka domethënë çmimi fitu njerëz, e ata njerëz pastaj me kthy në fen Allahut subhanahu wa taala, sikur ngjarja e Khalidit thot, erdhi Xhorxhi me na fitu, na e fitum zemrën e tij. Edhe Malik ibn Dinar thot, ky ardh domethënë na vjedh, na domethënë e vjollën do thot zemrën e tij. Elos Allah subhanahu wa taala me na bota vetë të dej, edhe kudo që jemi më kon çelsa të xhairit. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad.